Të nderuar miqë, ju ftoj të lexoni raportin e botuar nga zonja Malinda Bregu, ish ministre e integrimit në Partinë Demokratike. Lexoni, lutem, çfarë thot OECD. Nëse vjojmë kështu pa reforma të guximshme dhe të koordinuara, Ballkani Perëndimor mund të arrijë mesataren e Bashkimit Evropian në vitin 2074. Pra për gjithë ata që votuan Edi Ramën se Shqipëria do futet në vitin 2030, që do të thotë 2029-ën e kam në xhep edhe 2030-ën dhe po se mora, pastaj po çfarë mund tani ai shtiu një 40 vjet në pushtet duke ja kaluar dhe vet Enver Hoxhës. Nëse shqiptarët do të plaken dyrëve të Europës azilant punë kërkues dhe në shtetin tonë dhe në Bagdadin tonë të beguar, sigurisht do të vinë Bangladeshas, Filipinas duke e shkatërruar racën më të bukur të Europës. Ky është qëllimi i Çubrovicit, i Partisë së Serbisë, që dërgoi emisarët e saj në Tiranë, të betuar, të bekuar, të dekoruar madje edhe nga kisha greke për shërbime ndaj Vorjo Epirit. A ka shërbim më të mirë se sa të ngulitësh në mendjen e qytetarëve të tu urrëtitjen për vendin tënd dhe ta braktisin ata? Ky pash Edi Rama që keni votuar dhe i puthni këmbë duar. Fatkeqësisht më vjen turp për këto që them.